1000 vjetje, 2000 vjetje ekzistonin. Prandaj po nuk ka se çfarë të bëjnë se shqiptarët janë në aleancë të fuqishme. Ja gjë Kosovën kjo aleancë na i dha. Aleanca me Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe me NATO-n, kuptoj. Pra, në këtë kontekst në ju, ata e shojnë në logjikën edhe në perceptimin e një pushtuesi. Ndoshta prandaj janë të një pasnjëshme dhe deklaratat. Po, për ta vazhduar. Kjo thuaj psikologjia e pushtuesit është shumë e rëndë për një shoqëri. Mezi ka shpëtuar, e shikon se çoqi Gjermania, do ta shumë me vëmendje historinë. E shikon se sa hoqi Gjermania për faktin që ishte një vend pushtues. Nuk ka krahasim, sepse ajo ishte superfuqi, po ne i drejtojmë historisë se si këto shtete e vuajnë historinë e tyre pushtuese. Tani vim te këta. Këta ishën pushtues, por ne kemi nxjerrë një shtet të ri, Kosovën, domethënë shqiptarët e kanë fjalën. Dhe ata kësaj nuk i qëndrojnë dot, se nuk kanë optik ose psikik të rregullt. Kanë psikikën dhe optikën e pushtuesit historik. Ata po të mos jenë pushtues, duhet ishin në stepa. Ju lutem, kjo është e vërteta. Autokton këtu jemi ne, shqiptarët. Jo ata janë të ardhur. Ky është fakti. Kjo i mundon ata, edhe bëjnë gjithë këto ambicje. Pas ka rëndësi se kemi 2 shtete shqiptar që mbrojemi nga NATO-ja. Kemi në një... Po dhe ata nuk ka mund të dhëna, ose arsye të them që ata do sulmojnë Kosovën. Ja, absolutisht. Imposibilitet absolut, pamundësi absolute. Në fakt kjo është përdorur politikisht edhe në Shqipëri, jo më larg se paraditën e sotme kryedemokrati Berisha ka kërkuar që të merr një vendim për shpatën në Grada e të tjera zhvillime. Prandaj ju asodha edhe në diskurs këtë që është politik. Është politik. Si fare, ne po flasim për realitetin. Kemi rrezik apo s'kemi rrezik? Po ne jemi në NATO që luftë botërore. Nuk flitet këtu për Serbinë ose për Beograd. Flitet për Moskën, zotri. Ç'e Beograd, çka ka për Beogradit. Atëherë, kjo aleancë hyn dot në Shqipëri. Pse? Po Shqipëria është vendi i NATO-s. Kosova është me trupa amerikanë brenda, ose të BE-s, të NATO-s. Atëherë, s'ka mundësi, është pamundësi absolute për ne, kemi siguri absolute. Atëherë, ata çfarë ju ndodh atyre? Se duhet të flasim për politikën. Ata atje e kanë pushtetin, e morëm sot, e morëm nesër. Me atë gënjejnë opinionin publik, se opinionin publik i tyre është opinion publik pushtues. Edhe në ndërtimin e vet, psikik. Edhe ata i ushqejnë vazhdimisht, jo e morëm sot, jo e morëm nesër, ato që thonë që i kemi dëgjuar, por që s'kan asnjë vlerë, se ata vërtet i thonë, por nuk ju thonë atyre që Kosova është me trupa ndërkombëtar të nivelit lart, edhe Shqipëria është në NATO. Nuk e thonë këto. Këto i themi ne, për treguar që ata janë në një politikë të tyre të ekzistencës. Pra kjo është logjika edhe pse marrim tjetër reagime. Dakor, zonë Gjela, për të rikthyer ndoshta disi edhe zhvillimeve politike aktuale në vend mes dy forcave politike, në krah tjetër protesta që vijon, Partia Demokratike ka bërë disa zgjedhje për Këshillin, një formë ri për të rritje, po nuk duket dhe aq, pasi disa emra si sekretari i përgjithshëm Flamur Noka e të tjerë vijojnë ende të jenë. Ndryshon diçka në këtë politik? Kemi folur dhe për protestën gjithashtu për forcën që ajo ka patur, duket që vera pavarësisht lëvizjeve politike vijon të jetë e njëjtë, pra me stabilitet, pa ndonjë tjetër